Toftë i madhi Zot, nuk ka besim pa logjik dhe nuk ka ateizëm mos besim me logjik. Nuk ka, këtë e themi drejt, edhe pranojmë dialog çdo kënd. Nuk ka besim pa logjik dhe nuk ka mos besim me logjik. Po ka besim me logjik dhe me mend dhe ka mos besim duke mos e logjikuar çështjen e Zotit. Po ti shikoni, ai që s'beson nuk do të futet në dialog fare. I thua ti për qiellin, për universin, hajde shikojmë një dokumentar, hajde shikojmë një libër që flet për shkencën, për madhështinë e qejve. Ai nuk është se ty t'jep argumente logjike. Thot Lera se ju folni gjërat që janë çuditshme, gjëra që s'janë. Nuk është se ai futet në një dialog logjik, serioz dhe të mençur. Kjo tregon që ateizmi dhe mosbesimi është i ndërtuar mbi logjikën, mbi atë që s'është e logjikshme. Se çai tha Musa, Zoti i lindjes dhe i perëndimit, Zoti i lindjes diellit dhe i perëndimit diellit. Ju këtë tha keni thjesht nëse e logjikoni, po ato nuk u futsin fare në çështjen e besimit ke Zoti. Më thoni një që ka dalë përballë në gjithë historikun botror, edhe sot aktualisht që dali të vërtetojë që Zoti s'ekziston me argumente. Vetëm bëjnë ofendime, vetëm bëjnë ironi dhe vetëm e anashkalojnë çështjen. Nuk ka, sepse Zoti i gjithësisë nuk e krijoi këtë univers që ne ta kemi të vështirë për ta besuar. E bëri aq të përsos, aq të bukur, aq të mrekullueshëm dhe i kombinoi aq bukur gjërat e njerëzit edhe të natyrës dhe të ushqimeve dhe të yjeve dhe largësisë tokës me diellin, pastaj largësinë e yjeve me njëri tjetrin që janë në një ekuilibër aq madhështor dhe aq të mrekullueshëm sa nuk lën vend që ti të fillosh dyshosh. Është absolute kjo punë, se e ka bërë Zoti të lehtë, vetëm qenien e vet se ka shfaqë se do humbte kuptimi i besimit dhe i mosbesimit. Po tjerat e ka dhënë me miliardë argumente, vetëm trupi i njeriu ka 100 miliard qeliza. Vetëm truri ka 100 trilion neurone. Vetëm galaktika jonë tham kam 500 miliard yje, vetëm 500 miliard galaktika që janë zbuluar deri sot. Bëj llogari me yjet që kanë, nuk del llogaria në asnjë aspekt. Pastaj sa gjallësa ka toka, vetëm njerëz i ka 7 miliard, po sa ka deti. Sa shpend janë, sa insekte janë, sa krijime janë, sa sende janë, mbaron historia. Kështu që besimi është me logjik, mosbesimi nuk e logjikojnë çështjen, jo sa ai është budalla, apo është i shmendur, ne nuk ofendojmë. Në çështjen e besimit ai nuk e përdor logjikën. Çështjet tjera mund të ketë bërë çuditëra në tokë dhe gjëra që avancojnë. Ne po flasim për çështjen e besimit që i madhi Zoti qofshin fal. Ai jashtë kësaj, ai mund të jetë njëri i famshëm, ai mund të jetë Einstein. Ai mund të jetë Newton, ai mund të jetë Sokrat, nuk ka problem për këtë. E rëndësishme në çështjen e besimit ai nuk është thelluar dhe nuk e ka harxuar logjikën e tij qoftë një kohë të shkurtër për të kuptuar ka Zot apo s'ka.